A do të kujdesni për një proces të drejtë për personat që janë arrestuar, pasi që ka dhe familjar që paraqiten dhe thonë se ka ndoshta të mesin atyre që janë të arrestuar edhe njerëz që ata pretendojnë faktën se nuk kanë pas kontakt me grupin, mirë po janë ndaluar gjatë tërheqjes me familjen. Mes tyre, unë sipas informative mia, janë edhe 2 pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë shqiptar të asaj pjese dhe nuk kanë informata të sakta se çfarë ndodh me familjarët e tyre dhe pse ata gjenden në paraburgim. Sigurisht edhe në komunikatën që kam bërë për opinion, ne do kërkojmë gjyq sipas standardeve ndërkombëtare, hetime sipas standardeve ndërkombëtare, tani procedurat sipas disa njohurive që i kam unë kanë filluar, do të me prani të avokatëve. Nuk kam detaje se si zhvillohen hetime, sepse nuk më takon mua si parti politike, sekretar partije, të jem pjesë e hetimeve. Ajo që më ka takuar mua si parti politike dhe si parti që jam në qeveri, mendoj që me modesti, po e them, është duke u realizu. Të sanohen gjendja në vend aty, të ndihmojnë materialisht ato njerëz, të normalizohet situata, të kthehen të gjithë njerëzit në shtëpitë e tyre, ato që mund të kenë kushte për jetesë, ato që janë rënuar, sigurisht duhet të paguhet shtëpi me qira, jo me qira, derisa të rregullohen shtëpitë. Okej, është koha për të bërë pauzën.